Ansambli artistik Skënderbeu merr pjesë në një nga festivalet më të rëndësishme ndërkombëtare folklorike zhvilluar në Chambéry të Francës. Për herë të parë, ky ansambël përfaqëson kulturën shqiptare dhe atë korçare në arenën ndërkombëtare. Për drejtoren e Qendrës së Kulturës dhe Inovacionit Korç, Blerta Belliu, pjesëmarrja në Chambéry ishte ndër më të veçantat ku ansambli Skënderbeu ka marrë pjesë. Ishte një festival shumë i madh, shumë i rëndësishëm për kulturën tonë, për të ballafaqur me të gjitha ato shtete. Pritja ishte një pritje shumë e ngrohtë, shumë pozitive. Për 4 net ansambli performoi diku në 5 koncerte në vende të ndryshme dhe finalja e madhe që ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe si thua eksperiencat më të bukura që ansambli jon ka përjetuar. Belliu thekson se më mbretëlënse ishte mikpritja që ju bë ansamblit, si dhe larmishmëria e veshjeve karakteristike korçare. Ajo që ishte gjithashtu e veçantë ishte një paradë shumë e madhe ku u prit me shumë entuziazëm grupi i Korçës, qoftë për nga muzika, por qoftë edhe për nga veshjet që ne i kemi shumë të bukura dhe shumë të veçanta. Aty ishin pjesë edhe shumë shqiptarë që jetojnë në Chambéry, cilët me slotësh dhe emocionesh e uruan ansamblin dhe unë besoj që do të mbetet një nga pjesëmarrjet më të veçanta të këtij ansambli. Pjesëmarrja e ansamblit Skënderbeu në festival u bë e mundur në kuadër të binjakëzimit të Bashkisë Korç me atë të Chambéry në Francë.